Shëndetje nga kuzhina, njëri sot kam vendosur me përgatit oriz tradicional me pull të zime që e kom coptu edhe e kom zi pull pra si kurse në Kosovë për shefni edhe vetë. E kom zi me ujtë nxehtë, një lugë të gjellës vegete e kom qitë, pullën normal e kom pastru me parë edhe e kom dodë copa, basi o zi e kom dodë shpëretin. Në anën tjetër e morëm një tigan ku hedhin vaj edhe për shefni është nxehtë vaj, 2 qepë të mëdhaja. Një bakalla ku morëm që është 500 ml me oriz e kom pastru mirë orizin derisa të mbet ujë i pastër sepse kam ashtu mësifër. Një lugë të mesme me veget, një lugë të gjellës plot me biber të kuq. Nuk e qes shumë veget sepse ka lamë i pulës, kështu që bismillah. Me njerë fillojna e përgatitin, vaji është nxehur edhe qepë të qepim. Marëm orizin. Ja kemi qitë ashtë të biberin e kuq edhe vegetën. Ta shtojna pra jamon e pullës. Derisa të mbëllohet orizi pra 1 gisht ose 2 gisht që shtemi ne gësur. Kemi qitë edhe lamon e pullës e përzejna orizin. Tash e nalim të ploqen edhe bismillah e morëm mishin e pullës pra. E kemi zikshtë orizin pak një 5 minuta mbi shpëret. Tash morëm pra mishin e pullës e renditin për minj. Urën e kom shumë në nxehtë në temperaturë 200 gradë ose 220, tash bëhet krejt për i shpëretit. Kjo për mi mishin veç pak lang pra e lyna edhe ka pak hudhër lumi e qes, pullës për ndryshe, edhe me njerë në forë. E lyna pra, mishin e pullës për mi me këtë lamun e orizit. E qesim hudhrën edhe tepsin me njerë në forën në nxehur. Qesim pra ka pak hudhër që është ashtë në fillim edhe me njerë të pësim një forën e nxehur. Edhe mishorizin e kemi hek prej furrës, e kom lanë pra për 35 minuta që është po perfekt. Mishoriz i kuq, si kurse për para që kanë përgatitur edhe përgatitim edhe sot, por tradicionali mishorizi pra me ngjyrë të kuqe gjithmonë ka qenë tepër i shishëm edhe mbet i shishëm. Neve na beft mirë, juve po ashtu motat e dashura, nëse përgatitni Allahna pranoft agjerimin. Lutjet tona deri në recetën e radhës nga kuzhina. Neri t'ju them miru pafshim.